Ftojmë Adelën në faktet e saj, do na thot 3 lajme që do shohim se si do jenë 3 lajmet. Mirë mbrëma Adela! Ja, e merë vetë ujë lajthiza, po natyrisht si mund mungoj ujë lajthiza, po pse s'ta kishin sjellë ty njërë? Shumë gabim. Po mua më japin gjithmonë në prapaskenë se unë jam gjithmonë e etur. Dhe sot... Për ujë? Për ujë. Okej. Dhe për gjëra të tjera si ishte ajo batuta e fundit që nuk flet dot. Leku do me thënë. Kush nuk e do leku? Jemi dhe për gjëra të tjera që flasim, po s'po i themi për momentin. Që është ky blue leak sot? Po pra po, jemi bërë këshu. Jemi bërë këshu me njërat e studios. Ka ardhë pranvera. Prill maj e diti. Se si mund të gjua kjo prilli. Prill maj mos undaj. Po hoq lajme kemi nga bota, po. Kemi ca lajme sot që onëne, undaj mora këtë që ta pia. Energji e gjallë, Energji e gjallë, unë s'para pi kështu energjike, po sot... Shumë e mirë e letiza. Është shumë e mirë. Tani, lajmi i parë, e dini që burrin mund të nxjerrë shëtitje si qenë? Ja. Do kalojmë te lajmi i parë. Se më kaç poshtë pas kemi rënë? Ka bërë namin, fotoja e kësaj gruaje në Milano, e cila e ka nxjerrë burrin e saj shëtitje duke mbajtur në zinxhir. Nuk ka ngelur paparazzi pa e filmuar. E bërja ham e Erioni. Kjo që ka lidhe qenin ti moj qënë? Fiks edhe unë atë... Ti moj qënë, dale. Bo, sa bukur. Asi është regjia, o zot. Regjia, zja. Dhe në fakt... Shiko, kur e dinte Irini Qiriako që do vinte kjo kohë... Pas ka qenë parashikim. Po qa janë këto njerë, se si diun këta? Këto erion nga bota e të rinjve dhe e gjeneratës dhe quen fetish. Qa thume? Qa të me thënë kjo mi gru? Kjo fetish, do me thënë që ti... Mua më shumë gjuket si traplish. Aty afer. Jo shpjegoj që këtë fetish, se ndoshta ti dhe nga vajza mund të kesh gjuar. Ornela, fetish është kur në qift... Ne, është pak e vogël, gosa jote. Ka gërshëra jo, Kur në qift, nga partnerët ka dëshira të çuditshme, që lidhen... Si Hitleri? Në drejtimin seksual. Hitleri ka qenë kështu. Qa kishte Hitleri? Hitleri e bënde kështu